Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë. Selamat dhe salavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën e sotit do të vazhdojmë në lidhje me shpjegimin e akides, në lidhje me shpjegimin e imanit. Saktësisht jemi tek shtylla e parë e imanit, akoma tek besimi në Allahun e lartësuar. Dhe nëse shikojmë Kur'anin dhe Sunetin, e shohim që janë të mbushura me argumente në lidhje me shpjegimin e besimit në Allahun e lartësuar me 3 kategori të cilat i kemi ndarë: rububien, uluhien dhe asma wa sifat. Domethënë, në rububien që Allahu i lartësuar është i vetmi Ar-Rabb, Zoti, është El-Malik, sundusi, është Mudabbir, është drejtuesi të gjitha çështjeve, është furnizuesi, është ai që jep jetë, ai që jep vdekje, është ai që begaton, ai që sundon në përgjithësi. Të gjitha këto kuptime hyjnë te kategoria që Allahu i lartësuar është i takon rububia. Pra, besimi jon në Allahun e lartësuar nuk plotësohet përderisa ti besojmë këto 3 kategoritë: rububien, uluhien që është që vetëm Allahu i lartësuar meriton më adhuru, pra nuk lejohet ti kushtohet asnjë formë e adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar, dhe kategoria e tretë apo klasifikimi i tretë që është el asma wa sifat, emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Saktësisht në dersin e sotit do të flasim për kategorinë e tretë, në veçanti për emrat e Allahut të lartësuar. Emrat e Allahut të lartësuar janë të shumtë që janë përmendur në Kur'an dhe në Sunet. Ne i besojmë dhe veçojmë Allahun e lartësuar me ata emra të cilat na ka njoftuar Allahu në librin e tij, në Kur'an, dhe përmes Sunetit, përmes haditheve të sakta që na kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se më i dituri për Allahun është vetë Allahu, dhe më i dituri për prej krijesave të Allahut është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej asaj çfarë Allahu i lartësuar i ka shpallë dhe i ka mësuar, dhe ai na ka përcjell atë dije përmes haditheve të sakta. Së pari, në lidhje me emrat e Allahut të lartësuar, çdo emër i Allahut të lartësuar është emër e i përvetshëm për Allahun. Dhe gjithë secili emër e ka kuptimin e tij dhe e ka cilësinë e tij. Të gjitha emrat e Allahut janë emra të bukur. Madje mund të thonë që walillahi al-asmaul husna, Allahut i takojnë emrat më të bukur. Pra në shkallën sipërore, në shkallën e përkryer dhe të përsosur të përkryes së kuptimeve që i ngërthen një emër. Edhe këto gjitha këta emra rrjedhin prej masdarit në arabisht. Për shembull, emri i Allahut El-Alim, i gjithë dituri, rrjedh prej fjalës dituri. Dhe vetë emri El-Alim e ka edhe cilësinë e dijes. Mirë, po dituria e Allahut të lartësuar nuk është sikurse dituria e jon, që është e kufizuar dhe është e mangët. Dituria e Allahut të lartësuar nuk kufizohet me asgjë. Sikurse vetë Allahu, që është ndryshe prej krijesave dhe asgjë prej krijesave nuk i ngjason Allahut të lartësuar, po ashtu edhe në emrat e tij dhe në kuptimet e emrave të tij dhe sifateve të tij, pra cilësive të tij, asgjë nuk i ngjason Allahut të lartësuar. Nëse e shohim se ku i ka përmend Allahu i lartësuar emrat e tij dhe cilësitë e tij, e shohim që janë të përmendura pothuajse në çdo sure, në çdo faqe të Kuranit. Nëse e shfleton, e shet që Allahu i lartësuar ose tregon në fund innehu huwal ghafurur rahim, apo nëse hapim surën Fatiha, e shohim që Allahu i lartësuar i ka përmend disa prej emrave të tij. Me fillim, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, dhe deri te surja Nas, kur fillojmë Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Këta 3 emra, pra nëse shikojmë pe surës Fatiha deri te surja Nas, është i mbushur Kurani me emra të bukur të Allahut të lartësuar. Pra na, në kashi emrave të Allahut të lartësuar, duhet ta besojmë Allahun dhe ta veçojmë Allahun me ata emra të cilët ai e ka quajtur vetveten dhe e ka veçuar vetveten. E besojmë që këta emra e kanë rri kulmin e përsosmërisë, kanë kuptim të bukur, dhe për këtyre emrave ka sifate dhe cilësi, një apo më shumë, gjithë prej secilit emër. Për shembull, prej emrit të Allahut Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, apo më thonë mëshirbërësi, e kemi Ar-Rahim, emër i bukur i Allahut të lartësuar. Prej këtij emri rrjedh cilësia Ar-Rahma, mëshira. Po ashtu rrjedh veprimi i Allahut të lartësuar, që Allahu e mëshiron këtë lloj për krijesave të tij.
Pa gjitha këto rrjedhin prej një emri. Dhe pastaj çfarë gjurmë lë apo çfarë ndikimi ka ky emër në jetën e besimtarit. E kemi një çështje më rëndësishme tek emrat e Allahut të Lartësuar, kufizimi I emrave të Allahut të Lartësuar me numër. Shpesh është e përhapur që Allahu I Lartësuar në mesin ton I ka 99 emra. E vërtet është që ka ardhur një hadith, dhe hadithi është I saktë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shënon Buhariu dhe Muslimi, hadithi e Buhariut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman. Allahu I Lartësuar I ka 99 emra. Mi'atu illa wahid, 100 pa një. Pra që vjen 99. Men ahsaha dakhala al-janna. Kush I përmbledh, kush I përthekon këta emra, kush I përfshin këta emra, I mëson përmendsh, hyn në xhenet. Mirë po, a nën kuptojmë nga ky hadith, kuptohet nga ky hadith që Allah I Lartësuar I ka 99 emra dhe s'ka tjerë? Dietarët të gjithë janë të një zëri që nuk është ky kuptim I duhur I hadithit. Hadithi është se kush I mëson këta 99 emra, hyn në xhenet. Allah I Lartësuar ka më shumë emra se sa 99. Më shumë emra se 99. Po prej emrave të Allahut të Lartësuar, 99 kush I mëson hyn në xhenet. E merr këtë shpërblimin apo këtë premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument që I ka më shumë se 99 emra Allahu I Lartësuar është hadithi tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo musliman që kaplohet nga brengat apo nga mërzia dhe lut Allahun, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qadak, lutja deri në fund thot o Allah un jam robi yt I biri I robit tënd dhe I robreshes tate. Çështja ime është në dorën tënde. Gjykimi yt ndaj meje, caktimi yt ndaj meje do të plotësohet. Adlun fi qadak, gjykimi yt është I drejtë. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Të lutem, los unë ty o Allah, me çdo emër që ti e ke quajtur vetveten. Sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik. E ke quajtur vetveten apo e ke zbritur atë emër në librin tënd? Au allamtahu ahadan min khalqik, apo ja ke mësuar ndo kujt prej krijesave tuaja, kanë emrat e tij, au ista'tharta bihi fil ilmi ghaibi indik, apo ke mbajtur të fshehur në dijen tënde. Apo ke mbajtur të fshehur në dijen tënde. Pra në dijen tënde ka emra të cilët ne nuk I dijmë. Pra na lutim Allahun e Lartësuar me ata emra që I ka zbrit në Kur'an, apo që ja ka mësuar dikujt për krijesave të tij, që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo pejgamber të mëhershëm, të cilët na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta, na janë përcjell në formë të saktë, apo të lutim me ata emra që ti I di, e unë nuk I di. Ky është njëri prej argumenteve që Allah I Lartësuar ka më shumë se sa 99 emra. Ka dietarëve që I kanë përmbledh, madje në libër që është I përkthyer në gjuhën shqipe, e autorit Abdulaziz El-Gjulejil, aty I ka komentuar diku 112 emra, të cilët I ka përmbledhur nga ajetet dhe nga hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje më thonë që siç thot edhe Khalid Septi, është nga librat më të mirë bashkëkohor që janë shkruar në këtë fushë, në lidhje me shpjegimin e kuptimeve të emrave të bukur të Allahut të Lartësuar dhe ndikimi I këtyre emrave në jetën e besimtarit. Po ashtu e kemi argumentin tjetër kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, në atë lutjet të cilat Allahu I Lartësuar ja mundson që ta lut Allahun që të fillon ndërmjetësimi, domethënë që të ndërmjetësoj pejgamberi që të fillojë gjykimi në ditën e gjykimit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon, thotë e vendosi kryt në sejdë dhe e lut Allahun me hamid, me lavdrime që sikum ditë më herët. Që çatë për çatë jam thënë Allahu I Lartësuar. Dhe kjo formë e dijes është që Allahu I Lartësuar jam thënë në ditën e gjykimit pejgamberit ton, dhe këtu e kuptojmë që Allah ka më shumë se sa 99 emra. Po këta 99 emra kush I mëson? E që I bjen. Kush I njeh kuptimin e tyre, kush I mëson përmendsh, kush e kupton çfarë nën kuptimi ka, çfarë do të thonë për shembull El-Mannan, çfarë do të thonë El-Hafiz, çfarë do të thonë El-Wadud, çfarë do të thonë El-Latif, El-Khabir, El-Sami', El-Basir, mi ditë kuptimin e fjalës, po edhe mi ditë kuptimin e emrave të Allahut, se çush mi kuptu El-Hafiz. Për shembull, El-Hafiz është rujtësi që I ruan robërit e tij, po është edhe rujtësi që I ruan veprat e robërve të tij. Përmes me lajkeve të cilët I urdhon mi shënu, edhe kuptime të tjera të cilët I kanë shpjeguar dietarët në libra. Po ashtu, çfarë hyn te kjo pjesë që kush I përthekon ose kush I mëson këta emra për me hyrë në xhenet, përveç mësimit përmendsh, kuptimit të tyre, duhet të mi lut Allahun e Lartësuar përmes këtyre emrave. Mi lut Allahun e Lartësuar përmes këtyre emrave. Për shembull, Ash-Shafi, Ash-Sharusi, o Shafi, shëram mu.
apo ja Razzaq, o gjithë furnizues, furnizon edhe kështu me radhë, lut Allahun përmes emrave të tij, dhe po ashtu nën kupton që me vepru në bazë të cilësive të këtyre emrave. Me vepru na, si rob të Allahut të lartësuar. Për shembull, me vepru me aspektin e rahmetit, mi mëshiru dikon, që Allah i lartësuar më na mëshiron neve. Edhe kështu me radhë me emrat të gjitha emrat e Allahut të lartësuar. Nëse shohim se me thonë cilat janë ato argumente që i përfshin disa prej emrave të bukur të Allahut të lartësuar, e kemi surën të cilët të gjithë ne e dijmë, madje fëmijët fillimin e sureve që i mësojnë është surja Kul huwallahu ahad apo surja Al-Ikhlas. Madje e njohim me emrin Kul huwallahu. Fëmijët surën e parë që mësojnë mas shahadetit me njëherë, është Kul huwallahu për shkak të lehtësisë, edhe që është e shkurt, mirë po kuptimet e kësaj sure janë madhështore. Kjo është surja të cilën do ta shpjegojmë shkurtimisht dhe ajeti i Kursiut. Ajetul Kursiu apo Tespidova që njihet në popull është ky ajet më i madh ose më me vlerë, më madhështore në Kur'an, që ka përfshi 5 emra të bukur të Allahut të lartësuar dhe 25 cilësi të Allahut të lartësuar, dhe aty tregohen madhështia e Allahut të lartësuar. Aty përshkruhet se kush është Zoti jon. Kush është Zoti jon? Së pari tek surja Al-Ikhlas, te surja Al-Ikhlas, te surja Kul huwallahu ahad. Shpesh ne nuk ndalemi të meditojmë sa duhet rreth kuptimeve të kësaj sure. Allahu i lartësuar thotë Kul huwallahu ahad, thuaj është Allahu është një. Një. Kuptimi i fjalës një është për qëllim është i veçantë. Allahu asgjë nuk është i ngjajshëm me Allahun e lartësuar. As nuk është i barabartë asgjë prej krijesave të Allahut të lartësuar me Allahun. Pra është një, është unik, është i veçantë. Asgjë nuk është sikur se Allahu i lartësuar. Pastaj e kena Allahu as-Samad. Allahu është Samad. Çka nën kupton fjala Samad? Allahu është Samad, është absoluti. Është ku të gjithë krijesat ja drejtojnë nevojat e tyre Allahut të lartësuar. Të gjitha synimet, të gjitha dëshirat ja drejtojnë Allahut të lartësuar. Pra kështu duhet të jetë. Dhe kështu është i vetmi idejnë që Allah i lartësuar mi pranu kërkesat e robërve të tij dhe mi plotësu ato dëshira dhe ato ëndra çfarë i kanë krijesat e tij. Allah i lartësuar është Samad, është i përsosuri. Madje është përkthyes sikur absoluti. Absoluti nën kupton që është i përkryeri në të gjitha format. Është i përkryeri në të gjitha format, në të gjitha aspektet dhe nuk një mangësi. Allahu i lartësuar nuk i mbeshet asnjë mangësi, asnjë cen, asnjë temet. Allahu i lartësuar është i përsosur në të gjitha format. Dhe më njëherë mas këtij ajeti, çfarë thot Allahu? Lem yelid wa lem yulad. Allahu është absoluti, është më i pasur, është i mëvendësishëm, është i pavarur për krijesave të tij. Kretë krijesat kanë nevojë për Allahun e lartësuar, ndërsa Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për askënd për krijesave të tij. Dhe më njëherë ka thënë Allahu, lem yelid wa lem yulad, askënd nuk e ka lind dhe as nuk është i lindur. Nuk ka mundësi më kon Zot që është i lindur. E as çoft larg që me lind dikënd. Dhe kjo është ai rënimi i akidës apo i doktrinës së prishur të krishterëve, të cilët thojnë që Isa alayhis salam është i lindur i Zotit. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. I lartësuar është Allahu prej asaj çfarë janë veshin dhe çfarë thojnë të krishterët prej kësaj idhujtarie apo prej kësaj ofendimi të madh, çfarë nxjerrin gjuhët e tyre. Allahu i lartësuar është Samad. Këtu e shohim Kul huwallahu ahad, është i vetëm një. Këtu mohohen të gjitha mangësitë që mujnë mi më vesh Allahu të lartësuar. Kur thu Allahu Samad, Allahu është i përsosuri, këtu i pohohen të gjitha përkryjet, përsosmëritë Allahu të lartësuar. Dhe Allahu tregon se nuk është sikur se krijesat, dhe asgjë nuk i ngjason atij, thotë lem yelid wa lem yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe asgjë nuk është e barabartë me to. Dhe asgjë nuk është e barabartë me to. Asgjë nuk është e ngjashme as me veprimet e tij, as me cilësitë e tij, as me emrat e tij. Dhe këtu nga kjo sure të cilën është sunet, është për sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta lexojmë në sunetin e sabahit. Cila është surja që lexojmë në sunetin e sabahit? Surja Kafirun dhe surja Ikhlas. Po ashtu është sunet të lexohet në vitër. Është sunet të lexohet këto dy sure në vitër, domethënë sikur Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na edukon neve se çysh ditën kur ta hapim, mi çel me tauhid, mi pas në bindje që Allah i lartësuar është i përsosur nga të gjitha aspektet, të gjitha emrat e tij janë të përsosur, të gjitha cilësitë janë të përsosura dhe as një temet nuk mundet mi vesh, qysh në sabah dhe vitrin kur e falim në fund të natës,
para se me flajt apo në namaz të natës në fund. E lexojmë pe sunetit e pejgamberit është me lexuar surën A'la, sabbih isma rabbikal a'la, surën Kafirun, me buat distancimin prej idhujtarisë, prej kufrit, prej mohimit, prej feve të tjera, dhe mi apohu Allahu të lartësuar denjësinë që vetëm ai meriton madhëru, e përmbyllim me surën Kul huwallahu ahad. Pra jeta besimtare qysh në mëngjes e derisa të vjen në gjumë është komplet tauhid. Dhe këto është në surën Kul huwallahu ahad. Allahu emri i Allahut, Allahu është emri kryesor i Allahut të lartësuar, madje thonë disa dietarë se është emri më i madh i Allahut të lartësuar, që i ka përfshirë të gjitha emrat e bukur të Allahut dhe të gjitha cilësitë. Pra, na nuk thojmë Ar-Rahmanu është Allahu, po thojmë Allahu është Ar-Rahman, Allahu është Al-Aziz, Allahu është Al-Malik, Allahu është Al-Ahad, Al-Samad, dhe të gjitha emrat ja atribuojmë Allahut të lartësuar. Allahu, fjala Allah, vjedh për fjalës ilah, i adhuruari i vërtet. I adhuruari i vërtet, sipas mendimit të Ibn Qayyimit, Sibawayhit dhe At-Tabariut. Ky është domethënë ai mendimi më i saktë që prej ngarrjedh emri i Allahut. Ky është emri i Allahut, është emri më i madh i Allahut të lartësuar sipas disa dietarëve, është emri më i bukur që i përfshin të gjitha emrat. Dhe të gjitha emrat e bukur të Allahut të lartësuar kthehen tek emri i Allahut, emri i Allahut të lartësuar. Pra, në surën Kul huwallahu ahad, çfarë bëjmë ne? Ja pohojmë për sosmërinë e Allahut të lartësuar nga të gjitha format, se Allahu është i absoluti, Allahu nuk ka asnjë temet, asnjë cen, asnjë defekt nuk mundet me vesh Allahut të lartësuar. Në anën tjetër ja pohojmë për sosmërinë e përkryer që ka mri kulmin e përsosmërisë. Nuk ka më përsosmëri për te kësaj. Allahu i lartësuar dhe e mohojmë çdo ngjasim të krijesave me krijuesin. Çdo ngjasim të krijesave, qoftë në emra, qoftë në cilësi, qoftë në veprime. Allahu i lartësuar është një i veçantë dhe është unik. Dhe po ashtu ja pohojmë në surën Kul huwallahu ahad denjësinë që vetëm Allahu meriton madhëru. Që vetëm Allahu meriton madhëru. Ne kemi thonë që fjala la ilaha illallah, kuptimi i saj i drejtë është që nuk ka të adhuruar me të drejtë që meriton pra mu adhuru përveç Allahut. Nuk është përkthimi i saktë i fjalës la ilaha illallah, më thonë nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Nga se njerëzit marrin zota të tjerë. Kapin njerëzve që i adhurojnë me lajket, thonë të janë zota, pejgambert i adhurojnë kafsht, sikur që janë ata budista që i adhurojnë njerëzit, kafshët, apo dikush adhuron zjarrin që janë adhurues të zjarrit, e të ndryshëm. Pra ka zota të tjerë të cilët njerëzit i quajnë për zota, po gjithë janë të rrem, nuk janë të vërtetë dhe nuk meritojnë madhuru. Vetëm Allahu është el-ma'bud el-haq, i adhuruari i vërtet. Kjo është sa i përket surës El-Ikhlas. Ndërsa surja apo ajetul Kursiu e shohim në hadithin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet njërin prej sahabeve. Edhe i thot: "A dini cili është ajeti më i madh, më madhështor në Kur'an? Cili është ajeti më me vlerë në Kur'an?" Na e kemi kallaj me thonë përgjigjen se ajetul Kursiu është ajeti më me vlerë. Pse se e dim tash. Po nëse e shohim sahabët, pse s'ka thonë për shembull ajeti më i madh është wal asr, më thonë se shumë e shkurt. Pasha kohën, se Allahu i lartësuar është betuar. Ose pse s'ka thonë për shembull Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Po e bash ajetul Kursiu ne ka zgjedh. Nëse e shohim edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pohon e bën 3 herë këtë pyetje, ai sahabiu përgjigjet se Allahu dhe i dërguari i din më së miri. Kur i thot ha jep përgjigjen, thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ayatul kursi. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot të lumt të qoftë kjo dituri, e bëfsh për herë këtë dituri, bën dua për bereqet në dijen e tij, se ja qelloi që ajeti më me vlerë është ajetul kursi. Po çysh e diti? E diti për shkak se ky ajet e përshkruan Allahun e lartësuar me emrat më të bukur dhe më të mëdhaj dhe ja zhvesh çdo temet që ka pas mundësi me ju vesh Allahu të lartësuar. Çfarë thuhet në këtë ajet? Dhe ky ajet nuk e kemi domethënë largëmend për vlerën e tij, po vazhdimisht duhet t'ia përkujtojmë vetvetes që ta përjetojmë madhështinë e këtij ajeti. Pej vlerave të këtij ajeti është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon këtë ajet para se me flaj, vazhdon me qëndruar një rujt, një kujdestar prej melajkeve ndaj këtij besimtari që ka lexuar këtë ajet derisa të gdhi, derisa të zgjohet i gjumit.
Një rujtës që ruan te koka e tij. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodhet që mi thonë robi, ajetul kursin, pas namazit farz, dhe nuk e ndan nga xheneti vetëm se vdekja. Vetëm se vdekja. Për shkak të madhështisë që ka ky ajet. Po ashtu ai që e lexon ajetul kursin nuk i afrohet shejtani, domethënë derisa të kthi. Po ashtu prej madhështisë së ajetit, domethënë është kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja miraton që ky është ajeti më me vlerën e Kur'an. Ajetul Kursiu në fillim i përfshin 3 emra të bukur të Allahut të Lartësuar dhe përfundohet me 2 emra të bukur të Allahut të Lartësuar. Thot Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu nuk ka zot tjetër që meriton mu adhuru, që është i denj mu adhuru. Ka zota të tjerë që të cilët njerëzit i adhurojnë, ama që është i vetmi i denj, Zoti i adhuruar i vërtet, është vetëm Allahu i Lartësuar, huwa al-hayy al-qayyum. Ai është i gjalli edhe është al-qayyum. Çka është qayyum? Para se më dal te al-qayyum, të shkojmë te fjala al-hayy. Këtu shohim që Allahu i Lartësuar është i gjalli me jetë të përkryer. Çfarë kupton me jetë të përkryer? Jeta jon është e mangët. Jeta jon e ka një fillim dhe e ka një mbarim. Ndërkohë që jeta e Allahut të Lartësuar është jetë absolute, nuk i ka parapri mos ekzistenca. Allahu i Lartësuar vazhdimisht ka ekzistuar dhe nuk përfundon me zhdukje. Nuk përfundon me zhdukje. Allahu i Lartësuar ka qenë, vazhdon me qenë, dhe ka me vazhdu me ekzistu. Kjo është el-hayy, është i gjallë dhe për jetës ti Allahu i Lartësuar rrjedh jetë të tjera, se Allahu i Lartësuar pastaj jep jetë dhe merr jetë. Jep jetë, domethënë edhe merr jetë, shkakton vdekjen. Allahu i Lartësuar është el-hayy me gjitha përsosmërinë e jetës. Edhe el-qayyum. Qayyum i ka dy kuptime. Allahu i Lartësuar është mbajtësi i vetvetes dhe është mbajtësi i çdo gjëje. Allahu i Lartësuar është i pavarur, është i mëvetësishëm, nuk ka nevojë për askënd për krijesave të tij, ndërsa këtë krijesat kanë nevojë për Allahun e Lartësuar dhe nuk ndodh diçka me ekzistu përveç se ky ekzistim varet prej Allahut të Lartësuar, për krijimin të Allahut të Lartësuar, për fuqisë të Allahut të Lartësuar, për dijes së tij, dhe Allahu i Lartësuar është mbajtësi i çdo gjëje. Dhe Allahu i Lartësuar është mbajtësi i çdo gjëje. Dhe këtu e kupton pastaj madhështinë kur ti e kërkon ndryshimin e gjendjes. Nëse je për shembull në plagështi, ki nevojë për forcë, nëse je në smundje, ki nevojë për shërim. Në çfarë do gjendje që je, qoftë ajo domethënë ulet, është ki nevojë për me pas një gradë më të lartë, kthehesh tek Allahu që është el-hayy el-qayyum. Pastaj Allahu i Lartësuar vazhdon në këtë ajet dhe thotë: La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Për më na treguar se Allahu është i gjallë, ka jetë të përkryer, të përsosur dhe është mbajtësi i çdo gjëje, menjëherë e mohon atë çfarë e cenon jetën e dikujt. Jetën tonë na ka planë për gjatë jetës tonë kemi nevojë me flajt. Gjumi është një prej të metave të krijesave. Dhe thuhet është gjysmë e vdekjes. Edhe ashtu është. Se besimtari me gjumë, domethënë njeriu kur flan, sikur i merret shpirti, nuk ka i vetëdijshëm absolut për kur gjë, çka bëhet për rreth tij, dhe i kthehet shpirti dhe zgjohet te gjumi. Është një farë lloj gjysmë vdekje. Allahu i Lartësuar le që e mohon gjumin prej tij, po e mohon edhe sine. Çka sine? Sine është ajo kotja që i paraprin gjumit. Ajo dramitja që njeriu kotet për pak çaste. Do thonë Allahu i Lartësuar, jeta e tij nuk është sikur se jeta e krijesave. Jeta e tij është e përsosur, as nuk e merr gjumi, as kotja. Pastaj më tregu Allahu i Lartësuar që është i përsosur në të gjitha format, thotë lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pushteti dhe sundimi, çdo gjë çfarë ka në qiell dhe në tokë, i takon Allahut të Lartësuar. Çdo gjë që ndodh në këtë kozmos, në qiell dhe në tokë, ndodh me lejen e Allahut të Lartësuar dhe është nën sundimin e Allahut të Lartësuar. Dhe asgjë nuk mundet me lëviz përveç se me lejen e tij. Nën pushtetin e tij kur gjë nuk mundet me ndryshu pa lejen e tij. Nga se Allahu është Maliki Yawmiddin, është sunduesi lej ditës së gjykimit, po i çdo gjëje çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Pastaj Allahu i Lartësuar më na tregon neve se çish manifestohet kjo. Më na tregu që ai është i vetmi i denjë që më adhuru, është i vetmi i denjë që më drejtuna me lutje. Thot, men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Kush mund të më ndërmjetësoj tek ai përveç se me lejen e tij? Shafati për më ndërmjetësoj tek Allahu i Lartësuar i ka dy kushte. Ato dy kushte janë
që mas pari Allahu duhet me qenë i kënaqur për ata që kanë ndërmjetësuar dhe për ai që ka ndërmjetëson, dhe po ashtu Allahu i lartësuar duhet me dhon leje. Pa lejen e tij s'ka kërkush mundësi me ndërmjetësu. Dhe këtu e shohim kur Allahu i lartësuar i jep leje me ndërmjetësu pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket kushtit të parë, që është kënaqësia e Allahut të lartësuar për ata që kanë ndërmjetësuar, thot Allahu: "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun." Tek Allahu i lartësuar nuk ndërmjetësojnë për ata, për vetëm se për kënd Allahu i lartësuar është i kënaqur. Domthon kushti i parë është që Allahu i lartësuar më koni kënaqur për ata që kanë ndërmjetësuar. Pastaj duhet me dhon leje. Men dhe alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Nuk mund është ti më ndërmjetësu tek Allahu i lartësuar për dikën, vetëm se pas plotësimit të dyre kushteve. Pra Allahu i lartësuar duhet më koni i kënaqur për atë që ka ndërmjetësuar dhe duhet më dhon leje. Këtu shohim te hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i thot Allahu i lartësuar, masi që bjen në sejdë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërkuar ndërmjetësimin, fillimin e ditës së gjykimit, i thot Allahu: "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." O Muhammad, ngritë kokën. Wasil tu'ta. Dhe lëp kamë do të përgjigjen. Washfi tushaffa. Dhe ndërmjetëso të pranohet ndërmjetësimi. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon ndërmjetësimin. Pastaj fillon ndërmjetësimin dhe ndërmjetëson që me fillu gjykimi, ata thot ummeti, ummeti jam, edhe prej aty domethënë fillon ndërmjetësimi. Për jetu madhështinë e ndërmjetësimit, është mirë ta lexojmë hadithin e gjatë të ndërmjetësimit, kur njerëzit, komplet njerëzit, shkojnë mas pari te Ademi. O Adem, ti je njeriu i parë, krijesa e parë, njeriu i parë që Allahu i lartësuar ka kriju, ti je baba i të gjithë njerëzimit, ndërmjetëso tek Allahu, apo shin se çfarë gjendje jena. Pastaj njerëzit ku shkojnë, thotë jo, s'moj se ku bëni gjuna. Cili gjuna e ka hongër atë pemen. Shkojnë te Nuhi, shkojnë te Musa, shkojnë te Ibrahimi, shkojnë te Isa, deri kur vinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë unë jam për ata. Dhe pastaj e vendos krytën e sejdës tek Arshi i Rahmanit dhe aty Allahu i lartësuar mundson me ndërmjetësu. Tu nëse nalesh dhe mediton këtë skenë, e sheh frikën që kanë pas ulul azmi min ar-rusul, pejgambert më të mirë që e kanë prej Allahut dhe pejtmerrave të asaj dite dhe nevojës tonë që Allah i lartësuar më ndërmjetësu, do të më koni kënaqur me neve, që më ndërmjetësu për neve, dhe që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam më ndërmjetësu. Për ndërmjetësimit është edhe lutja të cilën e bëjmë tek mas ezanit. Domethënë lutja që e thojmë, lutja e ezanit, është aty që kërkojmë që Allah i lartësuar më ia dhon maqam al-mahmud, atë gradën e lavdruar kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mundsohet ndërmjetësimi. Pastaj Allah i lartësuar në vijim thot ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Tash Allahu i lartësuar e tregon një çështje tjetër më rëndësi, përveç se tek Allahu i lartësuar nuk mundet më ndërmjetësu përveç se me lejen e tij, po ashtu na si krijesa nuk dijim për dijes përveç çfarë Allahu i lartësuar na ka mësuar neve. Përveç asaj çfarë Allahu i lartësuar na ka mësuar neve, dhe thot la yuhituna bi shay'in min ilmi, nuk mujin me përtheku, me përfshi për dijes, përveç illa bima sha, përveç asaj çfarë Allahu i lartësuar ja ka mundsuar krijesave të tij me di për Allahun apo në për dijen në përgjithësi. Pastaj pra sa herë përmendet cilësitë e Allahut, tash në këtë rast dia, edhe dituria e Allahut i lartësuar është absolute. Allahu i lartësuar nuk kufizohet me kohë, koha kaluane, koha tashme, koha ardhme. Çdo gjë tek Allahu i lartësuar është e njëjtë. Sa i përket kohës. Dhe Allahu i lartësuar me dije e din çdo gjë çfarë ka ndodhur, çfarë ndodh, dhe çfarë do të ndodh. Dija e Allahut i lartësuar është absolute. Prandaj edhe në çështjen e dijes ne duhet të marrim sebepet, po dhe duhet ta lutim Allahun i lartësuar, nga se Allahu i lartësuar urdhën e vetëm që i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të kërkoj diçka që më jashtu, ilmen, të thuaj o Zoti im, shto ma diturin. Dhe po ashtu në formën e kërkimit të shtimit të diturisë është mishtu devotshmërinë. Se ai që ja ka frikën Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar jep furqan. Çka është furqan? Mi dallu të vërtetën mbi të kotës. Mi ia qellu pastaj dijes, se jo këtë dija është e dobishme. Njerëzit kanë lloj-lloj informata. Mirë, pa ajo dije çfarë kryen ty dobi tek Allahu i lartësuar në këtë botë, kjo arrihet duke bëu dua
dhe pastaj duke e shoqëruar këtë dije me devotshmëri, që Allah i lartësuar të udhëzoj që t'ja qellosh të saktës. Pastaj Allah i lartësuar në këtë ajet e përmend edhe një çështje më rëndësi. Thot Allahu: "Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim." Kursiu i tij, për nga ka marrë edhe ajeti, ajetul kursiu, që është fjala kursi, që është e vetmja që është përmend në Kur'an, është në këtë ajet, ka përfshi qiejt dhe tokën. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dhe Allahu i lartësuar nuk e ka të rënd, nuk i vjen vështirë që të kujdeset dhe të ruaj ato, qiejt dhe tokën. Çfarë është kursiu? Kursiu, ne duhet ta shpjegojmë qysh e kena marrë në legjëratën e kalune, ashtu qysh e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo sahabët e tij, nga se më i ditër për Allahun është pejgamberi, dhe ai është më së shumti që ja ka frikën Allahut të lartësuar. Dhe pas pejgamberit vijnë sahabët, janë këta më të diturit për Allahun e lartësuar pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abasi, Abu Musa al-Ash'ari edhe Ibn Mesudi, të tre sahabe e kanë përshkruar dhe e kanë jap kuptimin e kursiut, është vendi ku Allahu i lartësuar i vendos këmbët e tij. Dy këmbët e tij. Është mawdi qadamei ar-Rabb. Do thonë është vendi i qëndrimit të këmbëve të Allahut të lartësuar. Mirë. Ç'është është kjo kursi? Çfarë forme ka? Çfarë ngjyre ka? A muj mi përshkru? Jo, madje kjo pyetje është e ndaluar më bë. Na dim që kaq. Çfarë na kanë thonë këta tre sahabe? Është vendi i qëndrimit të këmbëve të Allahut të lartësuar. Çysh është, çfarë forme, ngjyra, madhësia, nuk e dim. Dhe kjo është e veçantë, e fshehur për Allahun e lartësuar. Është gajb. Çysh kemi thonë atë thënien e Imam Malikut? Me vetë, se qysh Allahu i lartësuar, kejf istawa alal arsh, është ngrit mbi arsh. Që kjo pyetje qysh është bidat. Nuk na lejohet me bë pyetje. Sikurse nuk na lejohet me pyet çfarë ta zemi. Me të thonë dikush qysh është kursiu, formën, e ki shumë e thjeshtë, veç i thu, qysh është Zoti? Përshkruaj Zotin. Bllokohet, nuk e din. Se Allahun e lartësuar e njohim vetëm përmes emrave të tij, përmes kuptimeve të emrave të tij. Nëse nuk i dim detajet, është pjesë e ghaibit. Njëjtë edhe disa prej krijesave të cilat Allahu i lartësuar i ka mbajtur të fshehur për neve. Nuk e dim ç'është është kursiu. Mirë, po ne e besojmë që është një krijesë madhështore, madje shumë e madhe, që ka përfshirë qiejt dhe tokën, dhe kështu e kanë përshkruar sahabët. Disa e kanë komentuar kursiun sikur arshi i Allahut, froni i Allahut të lartësuar. Po ky kuptim është i pasakt, se arshi është diçka tjetër, kursiu është diçka tjetër. Disa e kanë komentuar se kursiu është dija e Allahut të lartësuar. Mirë, po nuk është as kjo përgjigje e saktë. Kursiu është një krijesë madhështore e Allahut të lartësuar që ka përfshirë qiejt dhe tokën, dhe nuk është as arshi as dija e Allahut të lartësuar. Mirë, po pyetja se çysh është ajo kursi, ne nuk e dim. Është një krijesë madhështore që kështu na kanë përshkruar sahabët, pe këtyre tre sahabeve është Ibn Abasi, Abu Musa al-Ash'ari edhe Ibn Mesudi. E me fol për çështjet e ghaibit tek sahabët, e marrin gjykimin sikur me fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se sahabët nuk folin për diçka për çështjeve të ghaibit përveç se e kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë mësuar prej tij. Nga se pjesa e ghaibit nuk dihet ndryshe, nuk kemi mundësi me mbrit tek pjesa e ghaibit ndryshe përveç se përmes shpalljes së Allahut të lartësuar. Pra, merrni si rregull. Janë dy pyetje të ndaluara me u. Kejfe, qysh, forma, si, të aspekti i sifateve të Allahut të lartësuar, të aspekti i emrave të Allahut të lartësuar, të aspekti i disa pjesëve të ghaibit të Allahut të lartësuar, krijesave që i ka mbajtur të fshehur në dijen e tij, çfarë janë në ditën e gjykimit të kështu me radhë, edhe pjesa pse. Pse në çështjet e kaderit. Pse po ndodh kjo, pse po ndodh ajo, pse ka ndodhur kështu, pse Allahu i lartësuar ka udhëzuar filonin, pse Allahu i lartësuar e ka lënë në devijim filonin. Çdo dy pyetje janë të ndaluara për besimtarin me bo mishtru. Mirë po, besimtari e merr edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve, karshi emrave të bukur të Allahut të lartësuar dhe karshi sifateve të Allahut të lartësuar. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim", dhe Allahu i lartësuar nuk i vjen vështirë kujdesi dhe rujtja atyre, wa huwa al-'ali al-'azim. Dhe Allahu është më i larti dhe është më madhështori. Lartësia e Allahut të lartësuar është tri llojesh. Është lartësi e qenjës së tij,
është lartësi që Allah i lartësuar vazhdon me qenë me i larti. Allahu i lartësuar është në qiell, është mbi qiell. Allahu i lartësuar është i lartë, po ashtu aspekti i fuqisë së tij dhe i mbizotrimit të tij dhe ngadhnimit të tij. Këto janë ato lartësi të cilat i kanë përmendur dietarët, të cilat i kanë nxjerrur nga ajetet dhe hadithet. Allahu i lartësuar thot: "Amintum man fi sama", ai jeni të sigurt prej atij që është në qiell, prej kujt? Prej Allahut të lartësuar që është në qiell. Po ashtu Allahu i lartësuar e përmend në Kur'an: "Yakhafuna rabbahum min fawqihim", i friksohen Zotit të tyre si për tyre. I friksohen Zotit të tyre si për tyre. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur atë gruan, i thot: "Ejn Allah", ku është Allahu? Ku është Allahu? Ajo është përgjigj: "Fis sama", është në qiell, pra mbi qiell, është lart në qiell. Dhe kjo përveç ajeteve dhe haditheve, që Allahu i lartësuar është në qiell, e dëshmon edhe natyrshmëria jon. Ai pa kur je në madje edhe jo besimtar, e ngrisin shikimin e tyre drejt qiellit. Se e dinë që Allahu i lartësuar është mbi qiell. Madje edhe duat dhe durët e tyre kur bëjnë dua, i çojnë lart, i çojnë lart, domthonë lart nga qielli, kur i drejtojnë lutjet drejt Allahut të lartësuar. Kështu e kuptojmë madhështinë e këtij ajeti dhe e shohim se çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët në aspektin e besimit në emrat e Allahut të lartësuar, dhe po ashtu e shohim atë madhështinë e emrave të bukur të Allahut të lartësuar që janë përshkruar në Kur'an dhe në Sunet. Dhe nëse don mi përjetu imanin, mi pas një rifreskim të imanit, mi shiju imanin, janë 3 çështje të cilat duhesh mu koncentruar gjatë jetës tënde. Pra nëse më pyet, a ma jep një projekt të gjatë, projekt të jetës që unë mu marr, mi përsos fetarin teme, mi përsos devotshmërinë teme, që mi shiju imanin, duhesh mu koncentru në 3 kapituj. Ajo çfarë më shumë ti ta ngrit fetarin, ta përsos ato, janë 3 kapituj thonë dietar. E para është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrave të tij dhe cilësive të tij të larta. Qysh mi njoft, mi marr ka një emër me jetumat, emër një muaj, një javë, mi mësu kuptimet, mi mësu argumentet, mi mësu gjurmët apo ndikimin e atij emri në jetën tënde. Dhe alhamdulillah në kohën e sodit ki libra, ki ligjërata që mundesh mi u drejtu dhe mi shfletu këta emra. Për librave që janë përkthyr është emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Abdulaziz Xhuleili ka 2 vëllime. Po ashtu është një libër tjetër i përkthyer prej autorit Abdurrazak El Bedr për shpjegimin e kuptimeve të emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Po ashtu janë 2 libra të vegjël. Ai është Allahu i autorit Ali El Feifi. Kështu janë libra të vegjël që mundesh mi lexu ndoshta me një fluturim në aeroplan 2-3 orësh e lexon, apo me një udhtim duke pi një kafe mundesh mi lexu. Ato janë secilin prej këtyre librave nga 10 emra, ama nëse don me të ndryshu jeta, mi përjetu emrin e Samad, mi përjetu emrin Latif, mi përjetu emrin Allahut të bukur El Hafidh, i këta libra. Ky është kapitulli i parë. Kapitulli i dytë çka duhet me investu besimtari në çështjet e imanit është mi ditë kuptimet e dhikrave, lutjeve. Dhikrin që e bojmë na mas namazit, dhikrin që e bën të mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes, dhikrin që e bëjmë para se me flet, apo pas xhimit nga gjumi, daljes për shtëpisë. Veç mi përjetu, bismillah, tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billah. Kur e thojmë ta, tu dal për shtëpisë. Veç mi kuptu, do me thonje që shkaj e ka thu, ndryshe të për shtëpisë. Mi marë mbrojnë e muslimanit, edhe me lexu për kuptimet e dhikrave. Dhe pjesa e tretë janë veprat e zemrës. Me mësu për veprat e zemrës, këtu janë ato çfarë ta ngrisin imanin, ta ripërtrin imanin dhe e përsosin imanin. Nga se Allah i lartësuar, shumë veprat e zemrës që mund në aktivizu, i ka lidhur ngushtë me njohjen e Allahut të lartësuar. Nga se Allah thot: "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Njerëzit që më së shumti ja kanë frikën Allahut të lartësuar janë al-ulama, dietarët. Dietarët për Allahun e lartësuar. Prandaj për mi aktivizu veprat e zemrës, që është sinqeriteti, kënaqësia me Allahun, kënaqësia shka të vjen prej Allahut të lartësuar, prej kadereve apo shka të vjen prej dispozitave, pastaj tevekulin, pastaj shpresën, dashurinë, frikën këto, apo mi marr parasysh mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar ndaj nesh, gjitha janë të lidhura ngushtë me besimin e drejtë në emrat e bukur të Allahut të lartësuar dhe në njohjen e këtyre emrave. Qysh ki mundësi ti me lut Allahun e lartësuar, kur nuk e njeh që Allahu është i gjithë fuqishëm për çdo gjë, që Allahun e lartësuar nuk e bën të paaft asgjë. Allahu i lartësuar nuk ka asnjë limit që mundet mi pengu diçka. Kun feyekuni, thot bëhet dhe bëhet.
Kur ti e ki që ta parasysh, atëherë lutja jote ka më konë ndryshe. Përjetimi i lutjeve ka më konë ndryshe. E kështu me radhë, lutim Allahun e lartësuar të na bëj dobi, për kësaj çfarë shpjeguam deri tani, dhe lutim Allahun të na shtoj dije të dobishme dhe të na mundsoj dhe të na furnizoj me njohjen e emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta dhe të reflektojmë në jetën tonë në bazë të këtyre kuptimeve. Në vijim, inshallah, në ligjrat e dashme do të flasim tash për kushtet e tjera të imanit, duke filluar me besimin në melajket, pastaj në librat, në pejgambert, në ditën e gjykimit, në caktimin e Allahut e kështu me radhë deri në fund. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.